E falenderoj kryetarin për pritjen. Natyrisht që është një situatë shumë e rëndë për të gjithë qytetarët e komunës së Malishevës, për kryetari komunës me ekipin e tij kanë punuar ditë e natë në mënyrë që në radhë të parë të shpëtohet secila jetë, pra mos të ketë pasoja në njerëzës, dhe e dyta që të minimizohen dëmet e shkaktuara nga rreshjet dhe vërshimet. Fatkeqësisht dëme ka shumë, kemi diskutuar në detaje dhe kryetari më ka informuar dhe do të bëjmë çmos duke i bashkuar forcat që të tejkalohet kjo sfidë. Jemi këtu për të shprehur solidaritetin ton me gjithë qytetarët e prekur nga këto vërshime dhe natyrisht që të gjitha institucionet edhe ato qendrore dhe ato lokale kanë punuar bashkarisht që të tejkalohet kjo situatë. Edhe sot dua t'i falenderoj të gjitha ekipet emergjente, të gjitha institucionet e sigurisë dhe të rendit që kanë punuar për t'u dalë në ndihmë qytetarëve, për të shpëtuar jetën e tyre, për t'i evakuuar në mënyrë që mos kemi humbje në njerëz dhe në të njëjtën kohë që kanë bërë çmos që të parandalohen dëmet e mëtejme. Me shpresën e madhe që mos ketë vërshime më, edhe pse treshurat po vazhdojnë, do të vazhdojmë bashkëpunimin me kryetarin në mënyrë që për çkado që ka nevojë kjo komunë t'i përcjellim tek institucionet relevante, kurse sa i përket dëmeve të krijuara, tash krijohen komisionet komunale ashtu siç e kërkon ligji që e bëjnë vlerësimin e dëmeve dhe pastaj varësisht në cilën fushë janë ato dëmet, qofshin ato në bujqësi apo në fusha të tjera, i drejtohen institucioneve relevante për kompenzim. Edhe një herë qoftë e kaluar kjo situatë kryetare, u pafshim tash e tutje vetëm për të mira. Presidente, faleminderit shumë që keni kujdesin e shtuar dhe në emër të qytetarëve të komunës së Malishevës ju falenderoj shumë për vizitën, për kujdesin, mirë po edhe për mirëkuptimin që ke gjetë që të na vizitoni në kohët më të vështira. Sikur që diskutuam më herët që komuna e Malishevës gjatë këtyre ditëve ka pas dëme shumë të mëdha edhe në infrastrukturën publike, mirë po edhe në ekonomitë familjare dhe në bizneset. Prandaj vizita juaj për neve është shumë inkurajuese dhe shpresë dhënëse që institucionet qendrore, përkatësisht edhe institucionet tona lokale do të bashkëpunojnë për një të ardhme që qytetarët tonë t'i kompenzojnë edhe dëmet mirë po edhe të jetojnë më mirë. Edhe një herë faleminderit shumë për kujdesin e shtuar që keni pasur për qytetarët e komunës së Malishevës dhe gjithmonë jemi mirëseardhë në komunën Malishevës. Faleminderit shumë, faleminderit juve.